5 maj, dita kushtuar dëshmorëve nuk është larg. Në këtë ditë do të kryen nderime tek mauzoleumi i dëshmorëve në Durrës, po ndërsa nuk harojmë që t'i përkujtojmë në këtë ditë, harojmë që vëmendja aty mungon. Kamera e Adria në televizion ka fokusuar se shumë nga shkronjat e emrave në përkujtim të dëshmorëve mungojnë. Pamjet flasin se vështirë që të identifikosh disa prej të rënëve. Mungesa jo vetëm e vëmendjes, por dhe investimeve ka bërë që mauzoleumi ku prehen dëshmorët e ateut të Durrës, ata që luftuan për sqarimin e vendit, por edhe ata që kanë rënë në krye të detyrës, të jetë e madhe. Është e qartë, dukshëm se bashkia nuk ka vëmendje ndaj mauzoleumit të dëshmorëve, por mos harruar kur të shkuarën dhe eronjë që ka dhënë jetën për vendin. Jo rrallë varrezat e dëshmorëve vjen prej dhe grabicëve që nuk është sejnë të vjedhin as shkronjat e vareve. Nga ana tjetër, koha sjell amortizimin dhe varrezat e dëshmorëve në Durrës janë drejt amortizimit. Minimalisht 2 herë në vit, drejtuesit e pushtetit vendor, të zgjedhur dhe qytetar, familjet e dëshmorëve i drejtohen pikërisht mauzoleumit të dëshmorëve për të zhvilluar omazhe. Edhe në datën 5 maj, që nuk është larg, edhe në festet 28 dhe 29 nëntorit, përkujtohen të rënët për shlirimin e ateut. Vëmendja përqendrohet për fat të keq në këto 2 data historike 2 herë në vit, ndërsa ditët e tjera lihen në harez totale.